shtetë, por si qeveri, cilat janë kërkesat që i drejtoni drejt atyre? Që ne shqiptarët e Medvegjës, sidomos Mërgata e Luginës, po flasë për Medvegjë se nuk e njoh Preshevën, Bujanocin që shumë, ma shumë e njoh Medvegjë. Neve ne pardon, na është pasivizuar adresa më shumë se 5.000 shqiptarëve. 5.000 shqiptarë? Për 1.000 shqiptarë. Si pas disa informatave tona, se nuk hapen vendimet. Policia e Serbisë pasivizon dhe nuk ta jap vendimin, do të me paguat vendim, do të me angazhu një avokat, shkojnë me mija franga, rasti jam konkret për ju të rgoj. Mu para 6 vite më kanë pasivizu adresën, e kom angazhu avokatin, që 6 vite pres përgjigje nga gjyqi i Serbisë, nuk kam asnjë përgjigje, ndërkohë